Dashi, java nis me vrull dhe me dëshirë për t'i vënë gjërat në vijë. Në punë duhet kërkosh ritëm më të lartë, por duhet të shmangësh për plasjet dhe kota me njerëzit që ecin më ngadalë se ti. Në dashuri, një bisedë sinqertë do të sqarojë shumë paqartësi. Demi e hona të gjenë më të përqendruar tek siguria financiare dhe tek stabiliteti personal. Do të kesh që mundësi të vogël për të rregulluar një çështje të mbetur pezull, sidomos në familje apo në punë. Në ndjenja mos u mbyll sepse dikush pret më shumë ngrohtësi prej teje. Binjakët, do të jesh në qendër të vëmendjes dhe fjalët e tua do të kenë më shumë pesh se zakonisht. Kujdes me premtimet e nxituara sepse jo gjithçka që duket e lehtë është vërtet e tillë. Në dashuri, flirti rikthehet fort dhe të ngacmon humorin. Gaforja, kjo ditë të shtyn të mendosh më shumë për veten dhe kufin që duhet të vendosësh. Dikush mund të kërkojë shumë prej teje emocionalisht, ndaj mos e lër veten bosh për të kënaqur të tjerët. Në mbrëmje, një lajm i mirë të ngroh semrën. Luani, e hëna të jep energji për të marrë drejtimin në një situatë ku të tjerët hezitojnë. Do të jesh i vendosur, por duhet të tregohesh më diplomat për të mos krijuar tensione. Në dashuri pritet një moment i ëmbël që të kthen në buzëqeshjen. Birgjëresha, do të ndihesh e prirur të organizosh gjithçka dhe të vësh rregull aty ku ka pasur rëmuj. Puna ecën në mirë nëse nuk humbet kohë me detajet e parëndësishme. Në anën sentimentale, dikush pret një shenjë më të qartë nga ti. Peshorja, dita sjell nevojën për ekuilibër, sidomos mes detyrimeve dhe dëshirave personale. Mos u fut në lëra që të lodhin mendrisht vetëm për t'i bërë qefin dikujt tjetër. Në dashuri, zemra të kërkon më shumë qartësi dhe më pak iluzione. Akrepi, e hona vjen me intensitet dhe me një ndjesi se duhet të kontrollosh gjithçka. Kujdes sepse jo çdo situatë zgjidhet me forcë apo me dyshim. Në marrëdhënie, një e vërtet mund të dalë në dritë dhe të bëjë të reflektosh. Shigjetari, do të ndjesh nevojën për lëvizje, ajër të ri dhe dalje nga rutina. Një propozim i papritur mund të hapë një derë interesante, por mos merr vendime pa menduar. Në dashuri, dita premton surpriza të këndshme. Britsjapi, e hona të gjenë serioz, të kthjellët dhe të fokus te objektivat afatgjat. Do bësh mirë të mos i marrësh personalisht kritika sepse disa prej tyre mund të ndihmojnë. Në dashuri, je më i ftohtë se zakonisht, por jo pa arsye. Ujori, do të kesh ide të mira dhe një mënyrë ndryshe për të parë gjërat, gjë që do të favorizojë. Megjithatë, dikush mund të mos kuptojë menjëherë dhe kjo mund të acarojë. Në dashuri, mos i mbaj ndjenjat vetëm për vete. Peshqit, e hona të bën më intuitiv dhe më të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth. Mund të ndjesh lodhje emocionale nëse je marrë shumë me problemet e të tjerëve. Në mbrëmje, kërkoj qetësi dhe mos e sforco veten aty ku nuk ka përgjigje.